Më thanë se po të sjellin Ilirin agronom. Aha. Iliri ishte djali i mirë. Do të bëhet krah. Po dhe unë për krah e dua më i grua. Më ka shpati, më do si e daltisur. E ka nga gëzimi për tezen. Harove ti? Sot gjen vansia. E le pa mend të tatë. E gjë mama? Ku që shtë e lartë? Edhe jo puna duaj. I thash se gëzojshe për vantinë. Ti e më komë. Hajde more djallë, hajde se në mori malli. Si e gjata si mirë? Lejt, si e me i që veçaqit mire? Kush e di sa do gëzojt nena. Shko për para, Vjosa, shko për para. Ilir, hajde erim nga i gotë. Hajde, hajde. Linda, prit! Hajde, Vjosa, hajde! Ha, më Ilir, erdhe! Si e më djallë? Ha? Mirë, piqa, ju si jeni, mirë? Mirë. Dhe gjuhëm që transferuan, na më bën qefi të gjithë. Edhe të gjo këture. Mos e merr me mërzi jo. Pse duhet ta marr me mërzi? Po merret vesh ajo punë, një hap nga qyteti ishte. Apo jo? Tu tek për një xhiro në bulevard. Apo ku di unë, kënë takim me një pullum vesk. Shalonje bicikletën edhe. Ri ti se nuk din nga këtë punë. O burr, merr mezin dhe nisu se e bërgon. Po një fjalë ta shunën. Ik për koktende. Hajde kuqa. Ja kështu më djalë. Pastaj edhe këtu mirë do t'jesh. Dëgjoj mua, se fiqua nuk merr vesh sa i peshon kandari. Veç të tjerave, këtu të ka rënë koka, të njojnë gurët, të njojnë drurët, po si? Kështu pra, shoke dhe shoqe. I premtoj me kryesisë se edhe vitin që vjen flamurin e drithrave të Bukës, do ta mbajmë këtu. Sukses, zonë. Gëzuar dhe sukseset të tjera. Rinia forcë e madhe. Tani punët do na vënë më mirë. Ashtu. Mirë bëtje zoldo, kryetar, nuk them, letësohet puna. Megjithse unë sektorin e kam top. Po me një lule s'vjen beari. Me plektarinë nuk i kemi punët mirë. Po dhe kushtet nuk i kemi o Irfan tashti. Kushtet i bën njerëzit apo. Ja gëzuar. Gëzuar. Kur ishe student nuk prisni të ftonin vajzat në vallëzi. E po, nuk e shikojnë që jam në tavolinën kryesore? E shikoj si nuk e shikoj. Vetëm se nuk duhet t'i ngjasësh atij agronomi tjetër. Po kjo më duket si muzikë tjetër. Më falë se fi. S'ka gjë. Të rinda mo. Po na ikën mosha. Edhe në na i këto kryetar ne vete nuk e lëshojmë. Jo. Lutem. Falë. Iliri bje bukur kitarës. Prandaj ata që
Do t'i gjej unë një djalë për kokë të djalit. Po punë që zbet ajo t'i vërfim. Është tjetër rini kjo. Pastaj, ku të pranon Linda të flasë për mbledhësira me jem të panjohur aty? Po ta njohëm, pse mos e njohëm? Dërgoma një 2 javë në qytet se ka merak veta të punën. Është shpejt akoma, vali. E kemi të vogël çup. Prejt puna. Si thua ti? Tjetër flas në mbledhje, tjetër bëj me ti me bi. Është përgjegjës. O, beqe! Udhro shokudama! A jam mbushë e torbën bardhës apo jo? Gati ja kam. Sa ta mbaroj se lari? Ja kam mbushur pinga. Am të lumë të jo. O, beqe! Hajde, hajde. Hajde. Erdha shoku kryetar. Shmëthua kryetarë dërbardhë. Kryetar të kemi o shoku dama? Kryetar. Përgjegjës o? Rjorë se na marim vesh botët është. Ishim njerë kryetarë dërbardhë. Lere dhe shi. E o mirë. Lere. Mirë o mirë. Kemi sektor të matë shumë, more djallë. Nuk ke ide se sa më kalodhër. Po, do t'jap edhe ty një kalë, mos u mëzi. Se nuk i dilet në këmbë. Nuk i dilet në këmbë. Dize. Faleminderit, nuk e pi. Mirë ben, që pi djallin të elmos më shkritë, është i poshtë shumë gjë mua. Po do them një lave që më nuk do të më zëmërosh, se të kam si djallin tim, rëndaj. Që është ajo fjalë që ku dam? Ashtu dhe. Sigur s'ka lezet, mor, t'i lirë dzëngër-vëngër me atë qitharën, më kupton apo. Se tashi, jemi edhe kuadra. Duhet arrojmë qik figurën, bëjmë si kem të dhisë, mërveshëve. Edhe shtriemi deri andaj raz, malit aty është rezervuari që i shpijem nga njerë në këti. Edhe ato tokat e sektorit ton janë? Po, deri andaj tutje sektori. Gjithë kjo tokë edhe shterë fare. Nuk ka qenë, kështu jo. Këtu ka patur kullot shumë të mirë. Po ti ke qenë i vogle se mban mend. Kujtohet, më kujtohet. Vinim shpesh këndej me baban, me delet. I folën bujqit e plektorët e vjetër atëherë. U të merte vesh damo. Damo që damo. Mos i prishni këto kullota më resho kudam. Ato dy gisht dhekan. Po rjo Gja Vasil për kokën tënë. Shiko krabën atë bejt. Po të punoj me shkenca, jo kuturu. Po do të na shajnë ata i do vim pas nesh. Mirë. Ke për të parti. E tani, do të na shajnë, apo do të na lëvdojnë, atër do të shojnë motin që vjen. Do të bet, na patate do të bet, Gja Vasil. Ka toka të tjera që mund të hapen për buka shakuta. Mirë thot Irfani o kryetar. O damo, a e di se Gja Vasili ka të drejtën? Mirë patate, po ba këtia ku do të kullosën? Nisë di. Këto punë i di unë. E more, çfarë bëni atje? Ja po kullosim sytë. Çfarë? E po tjetër gjë, s'mbeti për të kullotur këtu. Pse i çpon këto muhabete o fane? Mos u merrni me gjërat kaluara, si thua i lirë. Duhen përmirësuar këto kullota. A që më tepër që tani duhet shtojmë blektorin. E ore, po kush tot mos i shtojmë? Po kemi puna tjera tash më të rëndësishme. Ti lirë sapo ke ardhur më në djalë, ke kohë ty ishte do të thella. Një lavgoje është ajo thuat jo fane. Ja ti shtoj, për çdo dam. Ani qenë që ju të dy të zotët, të më ishni mua 10 hektar për foragjeret, atëre po.
Po me qaf të matur, more pyrazer me qaf të matur. Kemi edhe toka të tjera, shoku Damo. Edhe rezervë në rendiment. I dim këto, i dim. Ti fane prande nga stane dje. Po. Ilir, shkojmë ande nga mbillet. Hajde. Lafe thua tja. Lafe kemi të gjuar tër jetën e mërë djallë. Lafe ti merera, mërë kapetan. Puna të nderon. Puna mbetet. Se ti je i ri, mërë djallë, dhe nuk va di rranjit punëve. Disa gjëra të vjen me njërë në sy, shoku Damo. Pa e mo ta marim vesh, që janë këto gjëra i si pas kam parë. Po ja, përveç dritrave të bukës me kulturat e tjera nuk jemi mirë. Ashtu, e? E pasaj? Po të kishim bazën e nevojshme ushqimore, mund t'i shtonin. Pa dale. Mente tua janë këto apo ta ti Irfanit? Jo se vërtet e kemi sekretar këtu. Burimir është po. A që ka dylbina jore? Dhe sa për Irfanin, shoku Damo, mua më duket se ai ka të drejtë. Me blektori meret more djale dhe aty i ri mendja. Po s'ka fa, jo. Do interesohet edhe ai. Po ja unë e ti. E të dy, duhet përgjigjemi për tërë sektorin. Sa i flamuri. Nuk u muar kotore. Po me djers. Unë nuk them të heqim dorë nga dritrat e bukës, shoku Damo. Një laf goje është ai tua ti more djalë. Pastaj do na bën punë çorrap në sektor fare. Edhe kohë për eksperimente nuk kemi dhe. Se dhe këta shokët e kryesisë, për foragjerët e shkullin veshin, po për dritrat e bukës të heqin kokën. Po që se e ke kuptuar kështu, e ke gabim. O shok kryetar, këto nga astra mbajnë shumë ujë. Ju e dini. Mos prisni gjë prej tyre. Përderisa agronomi Iliri e merr përsipër, ç'të keq e shikon këtë mesxhan. E po edhe kohë të argjojnë forcat kot nuk kemi o shok kryetar. Pastaj jemi në kohë fushate tani. Po ja se fiu është krye agronom. Thuaje mendimin tënd kur ta kërkojnë. Ashtu është. Edhe mua më duket një investim pa bukë. Shtu atë Ilir. Unë e thash fjalën time, kryetar. Jam i bindur se po t'i bëhen shërbimet e dura, edhe pse është tokë me strukturë të prishur dhe e pa drenazhuar, do të kemi prodhim. Do na dilte misri me 3 kallinj. Mirë, Iliri le të filloj nga puna. Përveç sektorit tuaj, do të ketë ndihmën edhe të kooperativës. Dakord? E një mirë unë atë, gjithë një i ka përqyet vetja, kërkon të duket. Ashtu e. Është edhe karierist. Kush e di se çfarë të lashe ka hapur ande nga puna, ne për sollën dhe ne kretë. Po da më bregun e njeve, e bejt mos i zënë këmbë dheve, më rëvesh. Të mos na i kishin sjell më mirë fare. Të lashe. Po t'jetë nevoja, do t'y me të lashe. Po shtë nga trosh koti. Agronomi Iliri, si të duken punët? Shenjat janë të mira, megjithse ka pak lagështi. Nuk i ngjake fare atë agronomit që iku. Ai nuk pyeste për mua. Çfarë? Jo desha të them nuk donte t'ja dinte për foragjerët. Aha, po. Çfarë bani atje, Ivan? Ja, si që shikoni. Po ty më kush ta dha nitratin? Ama ty të pyes, nitratin ku e mora? Në magazine e mora, ku e mora? Unë e kam të planifikuar. I gjë çupë. Unë e ruaj si sytë e ballit për grurin kurse. Andete. Nitratin ka shpiset i ku e mora. Për nitratin kam urdhëruar unë. Ti dolle për zot se ai punë shpjerë gjë në fund. Nuk kam nevojë për adamentum. Unë nuk kam ardhur t'i jap mend këtu. E po LBT kërkon të duket se ke ardhur me forca të reja. Dëgjoj më djalë. Çdo njeri bën punë vetë dhe nuk i fut hundut në punët e tjera. Kjo punë që po bëj më takon mua. Dhe unë do ta çoj atë deri në fund. Po ke zënë si rëmbyer mordjar pa me kujdes. Dëgjova thua. Unë gjithmonë jam mësuar të dëgjoj, shoku Damo. Ama kur e shoh që s'më kuptojnë, atëherë mua kjo gjë më shqetëson. Jo more. Dashke ta shtojmë blektorin me frymën e shenjtë. Se jam i marrur, nuk e kuptoj rëndësinë e tyre. Po rri më djalë për kokën tënde atje. Apo ta shtojmë në plan sa për zhurmë.
e pastaj ta mbajnë në kurish Damo Preku. Dëgjoj brigadier. Nitratin ta shpjesh aty ku e morën. Dëgjove. Se po t'i lenë që kini zënë ju e bëtë qorë për sektorin. Veç një lenë që ka zot këtu. Hajde. Hajde. Të lutem Ilir, hapi rrugën babait. Ti e kupton? Po kush e ka zënë rrugën babait? Të gjithë e thonë. Maj Damo me Ilirin. Sepse do t'i shkoj vetëm fjalë e ti. Nuk e kupton se shumë gjëra i bën së prapë. Do me thënë që kur erdhe ti po rregullojnë punët. Baba im s'pas ka punuar. Unë nuk e them këtë. Ama koha kërkon diçka tjetër. Linda, më mirë lem këtë bisedë. Ne kemi pse flasim. Sikur ta kishim porositur shiun. Ndoshta edhe nuk duhet tani. Damo thot kur biheshim mbas mbjelljeve sektori bëhet më i pasur. Jo në të gjitha rastet. Si do bëjmë tani gjithë ky shi? Bilea s'ka ndërmend të pushoj. Wow, bëm qulle. Edhe, se në erdhja i shpëtimtari në nxori nga balta. E më i shoqja brigadierën, ku do t'i shpjem këtë argjime, apo ka qeveria? Ti shoku Damo mos fol kështu. Po si. Se s'na ha me raku neve, na erdhët juve tani, na bëni shkencë, me të pirin e Vasil Çompanit. Hajde, ec! Si shpjegohet kjo, Ilir? Ky është fenomen i njohur, por qaset rrallë. Në tokat me strukturë të prishur, rënja shiut me njerë mas mbjelljes nuk lejon daljen e filizit. Po tani si i bëhet? Do të lodhemi ca, po mirë do të kemi. Pije qumshin se të fto. Ame, ve këtë flam. Natë në mirë. Iri. Natë në mirë. Natë në mirë. Si me ndonë Ilir? Ç'të bëjmë? Nga kjo gjendje mund të na nxirrte një prashitje lehtë e korres tokës. Po forsa s'kemi. Mirë do të ishte një vaditje saj. Vaditje? Po. Ne kemi kanalin që kemi lënë në mes. Ashtu? Po si. Ta përfundojmë me aksion. Të bisedojmë me shokët e kryesisë dhe të fillojmë sa më shpejt. Shumë mirë atëherë. Ku e t'gjova? Kryetari më tha. Shko merr Damo dha se na kërkojnë në komitet. Po tjetër gjë, nuk more vesh sia, qysha. Jo, nuk mora vesh. Po shtë na duan vall? Po ku ta di unë? Po me siguri për punën e ujit. Po da Irfani nga smon ato urët ama. Mare Irfani hap pyk, po si da bëjmë ati lirin. E di ç'ke di? Më shpjera ndet nga shtëpia se zvihet kështu në komitet. Mirë, të çoj unë. Aksionin a duhet ashtime. Po dale di. Me fantazin që ka Iliri, mund të verin pozitë ty edhe gjithë sektorin. E po gërë merë ditë e natë nuk do të bëjmë ordi se fite. Po le ta provojnë, ore. Mbase ju del. Atë duam dhe ne, ore. Se thonë, sheri pa dy veta s'bëhet ordi se fi. Vërtet sheri do dy veta. Po varet që do të bëj fajtor udhëheqje. E di si thua ti. Thyeni brinjët juve, që te heq vallën se fi. Damo, më keq kuptove. Mua s'ka që më bënej. Ishe kryetar. U bëre përgjegjës sektori. Më vonë ku i diet. Këto ditë, gjallërohen më shumë nga brudi dhe entuziazmi të rinjve kooperativist e qindra punojësve nga qyteti që punojnë për përfundimin e kanalit i cili do të hyjë stokën e re për 100 hektarësh, duke bërë të mundur arritjen e elementit të prodhimeve foragjiere. Gjatë këtyre ditëve të aksionit, U kthyem nga fushata Xhataci. Ja bëri fora brigadë 2.
Si ke punët me damon? Mirë, Gjatasi. Mirë. Se është qa si tersa, jo re? Mos ma shaj vjerin e arqëm, ha? Si? Ja, kështuja. Të lumëtë. Se sa për qupë, me mira kësane nuk bet. Vetëm kujdes me damon. është kokqosha jo, re. Gjatasi. Në fëllë. Si miki babajt që je, kërkoj një nderë për tej. Qofte bërë. Dua të dërgoj për krushk të pa. Më rofës më rbirë, për nderin që më banë. Qofte ajri. Linda, duket se ka ardhur koha të dërgoj njerëzit për ty. Më mirë ande nga vjeshtë. Si thua? Shumë mirë atër. Edhe mua më pëlqen të takohemi kështu, fsheu. Mos bëj shakaj? Po, vetëm në mbledhjen e shtabit është ndaluar shakaj. Ha, e shikon? Edhe kur je me mua, ti e thumba për baban. Vetëm kur jemi bashkë. Jolta! Erda, Linda, erda! Hajde! Vaj mua buka. Jam e lirë. Të trim bashkë. Po jo shumë. Babaj, iki lirë. Arrofian. Mos vis, këtu ta kam. Ore Gjabato, po pyk që pyk mbete të rjetën dhja. Pyk e ty teti. Po pse dërzi e prish gjakur ka që koti? Për para. Ma e më ndetë për mosur. Ma e më ndej se s'ke duar për të dire. Për para se ta kripa. Ore Gjabato, po ne jemi dhe tanë të. Për para. Ke djallosur fare, fiqo. Po kam një demushë shoku dama, të shuan se ngrani. Si brumbull është. Lafshën gjerë në toke ka. Do mos do, e ushqen një gjë kooperativës edhe. Po ja, nesër pas nesër do bësh dasëm ti? Ku do ta gjësh mishin? Pikën fiqua dhe mushit edhe, në trashgime. Po të këqi. Qa pas? Kërkon të mbërshor tak me vetën ti. Askara. E di unë shoku dama, e di. E di kush të fryn të kundra me. Asjeri nuk u fryn. E mos u qaj kokën me këtë broqkëlla. Jo, po ta dish, se i pa ka bondi i diri, tërë ditën në rima e brigadierën.
Nga sa natër, vozita ndej nga rrugica tënde. Çdo të thuash me këta ti mërqemi rëqeni? Të betohen për kry të fëmijë dhe o shoko kryetar. Po i kam pa me këta sy, tek lugina e mllenjave. Gjo, mendo mirë, ku të lavosësh me mua. Ti gjove thuaj. Ta marrë shpirti të... Gjo, kryetar... Hajde, gjo! Se shtua ti që të bandilin e pas kemi patu në pragu i derës dhe neve nuk dim asgjë. Ku është të vijë? Në dhomë në saj, po ledzo. Shko, thire të viktu. E më ty të them, shko, thire të viktu. Pas kemi qevë për të grinda vetë që na i bëri gjaku në ujët. Ullu. Pa më rëfejnë qikë. Si i ke punët me të agronomin? Jo. Ta marrë vesh edhe unë, sot ma thanë si larkë e larkë ca. Për tot të flasë. Do mos to. Po të argëlisësh qosheve. Në këtur! Baba. Këta shuron. O të mori mendin me të qëngërvengër, a qitarë. Shko qëra. Ti e di që unë i presë në trotë shkot. Maskara, që vërtitet pas fustaneve të cupave, unë nuk e panoj dhe ndrë shpintime. E po të shome me këtë. Iliri është djali mirë, baba. Ashtu, e? Urte butë, dama, urte butë. Do me thëni pas ke ven punë në vi, e? Vetëm se e njoh Iliri. Ai është i ndershëm. Është mashtrus. Është një karrierist i pabes. Mua, baba i tanë kërkon t'i zërvendi. Kurse ti, ju beson lajkave tia. Po jo, baba, ai flet mirë për ty. Ai... Më gajtash! Dhe mos në shumë me ta e zese të mori tre që të mori. Gjove, thuaj. Haja. Po i qka sytë. Haja! Baba. E du e li. Nuk e që duar ku të mirë. Ti që të keqen mama e mendin gaj. Po i tatë nuk pranon kur. Po është për të mirën tënde, më qupë. Pastaj, ajo arbone dhe me atë meritën. Flasi njerëzia. Pa lejutat, të rjetën kryetar. Ta shtina erdhi i liri, edhe po i vëminat. Linda. Kam një orë që po të presë.
Ilir, të lutem, më lërë të qetë. Çfarë more burë? Merë çupën edhe në qytet. Në qytet? Në Vanthia? Në Vanthia. Ka djem qyteti plot. Po ti sikur të ndryshe. Po s'ja më shpash. Tani ndryshojnë punë. O të bëftë tezja, o e bukre tezes, o ylli tezes. Do të të gjej tezja një djalë për kokë të djalit, që ta ke zili gjithë bota. Vishe, e kam ruajtur për ty. Na marrë të keqen ai katundari. Faleminderit Gjatasi, po nuk më shion. Jeta ka mjalt, po ka dhe farmaq more birë. Po ti mos e mërzit. Je akoma e ri. Ke jetën për para. Në djallë të veni qo se nuk të do. Mere. E po, gësuar. Gësuar. Kamarier, të lutem. Do të qëndroni gjatë në qytet? Deri nga fundi muajit. Do të ktheheni përsëri në fshat? Sigurisht që do të kthehem. Sa më pëlqen fshati. Keni qëndruar gjatë në fshat? Jo, akoma nuk kam shkuar, por kam shumë dëshirë për ta njohur fshatin. Mund të vini kur të doni. Fshati ju mirëpret. Përse mendojsh Gjatasi? Hiç. Ashtu kot. Më kujtuar rinia ime. Kam patur edhe unë një vajzë, dikur, këtu në fshat. Njerëzit e Sevris një lartë, do në shmos dhe e dërguar në qytet, e martuar me një palë burë. Në fillim, u mërzita ca, pastaj i thash vetes, pse, pak vajza ka fshati? Për marshallah u bë ky misro tamo. Eksperimenti për foragjeret doli me sukses. Ore, s'ma merë të mendja kur. Jo lumt. E majti, qmiz bardhemet është, kështu e kam unë. Po e shkelet a bej kurizin cop. Po unë dërove të lavdëroj. Jo, di pse që e shoku dama. Të kujtojt ai nitrati që s'deshet ma jep një? Ja ku e ke tani. Mirë, këtë parcel të alem për dritët. Jo, shoku dama. Kjo parcel është për silash. Hollaj është ajo punë, të nderojmë njërë me dritrat e bukës, më qu pas taj shoh me bejmë. Vajza ka të drejtë. Këtë misro ta lem për baktin. Tjo fane, ty po s'ka nevoj fare të pyes. Ne për blektorin eksperimentuam. Se stoni që pas ki bërë komplot. Por këtë punë e di unë se shdo të bëj. Ordhoni shokë përgjis. Ajde, ull. Kamarier, 2 dopja. Ordho. E diti që unë kam eqën nga lopata, be? E di si se ti shokë dopja. Po i të shpije prap unë atje, e di? E di. Po kur flasëm, pse i zbardhe me ti? Që është ajo fjallë shokë dopja. Gjë këtu gjë. Ordho. Nesër pak dhirë mirë,
Pa? Do të marrësh brigatën? Pa? Dhe do heqësh kallirin e tër parcelës. Si vërë? Lë pushkën fute për silash. Po... Pa kalliri, shoku damo? Po ç'po flasim neve këtu? Bukën rreth parë. Nisëm, setori. Hajde ka rrua shpejtu. Hajde gratë visi se jemi vonë. Shpejt. Nisëm? Ka. Po bëni o vila? Ja po punoj me i fanë shtëbë. Po pse puni thon kësaj? Ti ish një kallirin dhe të lini kashtën për blektorin. E po ne nuk i dim emër tjetër, puni themi. Si dit ke emër tjetër ti? Po, çdo të thua shtyme. Ashtu? Po ta them unë atë. Kjo është vjedhje. Mbaje gojën se nuk dajmë mirë bashkë. More vesh apo? Ku ti thua vjedhje ti? 2 orë them. Edhe të gjithë atyre që bëjnë një punë si kjo. Se thyen prinjët ti me damën, mua aq më thon. Puna të ndërpritet. Unë kam një përgjegjës, punëtorja. Mirë. Këtë punë do ta shoh. Iq. Alo. Bakthi. Ti je moj? Po fol moj të mbyll të mendjes moj se mos pa në bëni me turp moj. Dgjö. Kur e latë moj? Kur e latë për të ardhur? Shtunën. Mirë. Po ku je o fiqo se më lodhe? Më këpute nga kemë të dërbart. Po jo, be që kemi. Damu e të kërkon, urgjent. Që po më dhe më koka, mirë o mirë. Po në mbarë shoko damo? E mërë, erdhe. Erdha. Po atë dhe mushin, e ke apo i dhe duart? E mërë, ty të flasë. Po e kam o shoko damo, e kam. Po ma plasën shpirtin ato rojet e kooperativës. Ja. Po si? Po dështu në pret sa miq. Kam një rast ashtu për lindë. Me hajër ishala. Qytet? Po në qytet, bëku. Po ti mos e bëj berllafe. Ba, pse fjallë është ajo? Po mua më bëhet zemra malëre. E po kaq kisha unë e ke merak vetë ashit. Hajde. Hiq më se prish Terezin. Uj. Lere këdo t'li, po lere. Oh, mund gjithë në dorë. Lere, të ashit. Soj, të në gjithë në dorë. Mirë mbeq. Kur do të nisesh? Nesër me kryetare. Takoj lindën. Kam të vështirë. Si do qofë mundohë. Edhe bëj shumë të fala nga unë. Thuaj na ka marrë malli. Faleminderit. Mirupafshim, rrugë të mbarë. Mirupafshim. Me thënë ti unë në shtrove diktatit të prindërve. Unë jam bia e tyre. Marrëdhëniet tona s'mund t'i ndaj nga prindrit e mi. Unë i respektoj prindit e tu. Nuk është. Linda, marrëdhëniet tona në punë mos i ngatro me ne të dy. Unë me damën as kam patur dhe nuk kam gjë. Përkundërzi, unë atë e kam në vend të babait. Ndoshta. Por grindjet e tua me baban tregojnë se edhe për mua pak mendo. Linda, të paktën ti duhet më kuptosh drejt. Mos marrëveshjet tona në punë nuk kanë asnjë lidhje me ne të dy. Nuk e di, por... Por kryesorja është që ti s'm ke dashur kur. Ke menduar më tepër për qytetin se sa për ne të dy. Jo! Këtë mos e thuaj. Unë me ty jam një orë para emërimit. Që në shkollë.
Ti këtë e di mirë. Po atëherë ç'ke që flet kështu? Apo as këtë nuk e di? Dëgjoj, Ilir. Unë për çdo gjë që bëj kam bindjet e mia. Ashtu? Mirë atëherë. Falë se të kam shqetësuar. Vetëm se dua të të uroj. Qofshe lumtur. O Tasi! Tasi! O Tasi! Ore! Vito! Më dërgoj damu atë të them. Se të shtunë, i vinë ca miq nga qyteti. Mos harosh, dëgjon. Edhe të ka ftuar edhe ty. E do këndojmë e ta bëjmë ty më ta. Do t'i flash damos, se Tasi vete atje ku ja do qefi. Në qoftë se do kengë, kam një gramofon me disa plaka të vjetra. Dëgjon? Ateja, jap. Mira, mira. Hajde mere. Ish. Ish, ore. Një gjë nuk po marrë vesh unë kryetar. Që kur ma soldat e Ilirin atje në sektorin tim, sikur po më shikoni me një sy tjetër, domethënë. Jo si dikur atë damon e ndershme, atë damon punëtor, domethënë. Më parë na thuaj ti. S'po ndodh me ty. Që kur ka ardhur Iliri ke filluar të bëhesh i padurueshëm. Për të gjithë. Apo jo? Ashtu është, shako kryetar. Po si? Kështu them unë. Tëre që nga bërë pengesë. Mirë. E po më hiqni mua. Edhe më ithni tutje si atë gunën e vjetër, domethënë. Kjo besoj se ju mbaron punë. Kjo është zgjidhja më e mirë dhe s'ka tjetër, kryetar. Ka zgjidhje tjetër, damo. Po duhet t'ulim kokën edhe ne. Duhet të pranojmë se vinë të tjerë më të ditur. Dhe ne atyre duhet t'u bëhemi krah, jo mur. Kështu damo vëllai. Dize. I thuaj qupës të kthehet. Dëgjo. Edhe mos i fol. Është e rritur ajo tani diçme.
thash që Linda do të kthej përsëri?